Faleminderit, shpërfrem. Faleminderit e porime me fat festë. Qyshe do zakoni e nisën edhe kremtën. Kështu filloi dita pas faljes së namazit të Kurban Bajramit për këta zyrtar policor të njësisë reagimit në stacionin e Ferizajt. Vetë se këtu urimet përfundojnë shpejt sepse detyra i thret. Informata është në rrugën Halem Sfaia, ka parkingën në rrugë që po ju pengojnë. Caktohet edhe ekipi që do të dalë në teren. Gjithsesi, po shkoj edhe me patrullën, po të dalë në teren atje në lokacion ku është informuar. Raportimit të qytetarëve ju përgjigjen menjëherë. Vetë se rrugës patën një ndalesë. Të mërkurën, teksa qytetarët po shkëmbenin urime e po hanin baklava, poshtë ndërtesës po bëj gati dënimi. Soj rolle, le tjetë si vrejtje, mëse përserit mu, vazhdo e lirën trotuarit edhe vazhdo. Për falje, falënderit, urime festën. Arsyeja pse u zbut sjellja që me shkas. Në raste festive, po edhe në raste të zakonshme, nuk është veç ndëshkimi, kemi mos alternative, kur kundërvojtësi ose kundërvojtja është e natyres lehtë, edhe kundërvojtësit i shqiptojmë një vrejtje. Për Kodrën, i cili që nga 2005 punon si zyrtar policor, kjo s'është festa e parë që është larg familjes. Pak ditë festive koqe, i kam festu dëmo me familje, po shumicën e kuës, shumicën e festave i kemi festu në detyrë, edhe njëkohësisht është nder edhe privilegj me i shërby qytetarëve të Kosovës. Për nder të Kurban Bajramit, pa dënime shpëtuan goxha qytetar, por pati dhe ta tillë që s'përfillën urdhrat policore. Megjithatë, dikush u kujdes që edhe policët në detyrë të ndjejnë më afër festën. Faleminderit shumë. Ai paqë ju u zotëraj, e gëzim e patësh e det, faleminderit shumë. Punime për të festa.